Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka lëshuar një paralajmërim lidhur me zgjedhjet e reja parlamentare në drejtim të kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, si dhe kryetarit të nismës social-demokrate Fatmir Limaj. Haradinaj me anë të një shkrimi në Facebook i ka kërkuar Kurtit që të dorëhiqet dhe të formohet kryesia e kuvendit e qeveria, përndryshe siç u shpreh ai, pushtetin do t'ia kthejmë sovranit e aty masha do të digjen, duke aluduar në Limajn, shkruan insideri. Politikat bllokuese, shantazhuese dhe uzurpuese janë kryefjala e Albin Kurtit, pezullimi i seancës në mënyrë arbitrare, edhe pse ishin numrat për vazhdim, e shfaqet e njëherë qartë se kush janë këta njerëz që e mbajnë peng Kosovën, tash e më shumë se 4 vjet. Kosova dhe karakteri i saj parlamentar demokratik dhe pro-perëndimor nuk do të rrëshqasin për shkak të tekave dhe dëshirave autokratike e diktatoriale të lindjes, ka thënë ndër të tjera i pari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Në një deklaratë të fundit të deputetes Duda Balje, ka nxitur një debat të gjerë në skenën politike të Kosovës. Deputetja bosnjake kishte shprehur gatishmërinë për të votuar formimin e një qeverie të re, me kusht që të themelohej një komunë me shumicë bosnjake në Kosovë. Kjo kërkesë që në thelb synon avancimin e të drejtave të komunitetit bosnjak në vend, ka marrë përgjigje të ndryshme nga spektri politik, përfshirë edhe një reagim nga kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Gjatë një interviste për një medium vendor, Haradinaj u shpreh i hapur ndaj kësaj ideje, duke theksuar se nuk sheh ndonjë rrezik për Kosovën nga një komunë me shumicë bosnjake. Çka na rrezikon neve, me qytetarët e Kosovës të komunitetit bosnjak, çka humbim asgjë, u shpreh ai, duke lënë të kuptohet se mbështetja për komunitetin bosnjak nuk e cënon sovranitetin apo funksionimin e shtetit të Kosovës. Por ky qëndrim nuk është pritur mirë nga të gjithë. Një reagim i fortë ka ardhur nga Amina Nuraj, kryetare e Këshillit Kombëtar të Sanxhakut, e cila përmes një prononcimi për gazetën Bota Sot, ka shprehur zhgënjimin e saj të thellë ndaj Haradinajt, një figurë që dikur, siç thot ajo, kishte idhull. Amina Nuraj, e njohur për aktivizmin e saj në mbrojtje të drejtave të bosnjakëve në rajon, ka rrëfyer se SNF-miri e kishte admiruar Haradinajn për kontributin e tij në luftën për çlirimin e Kosovës. Unë që në fillim e kam dashur dhe respektuar shumë zotin Haradinaj, si një njeri vëllezërit e të cilit dhanë jetën për lirinë e Republikës së Kosovës, por edhe sepse ai vetë luftoi për të njëjtën liri, është shprehur ajo. Megjithatë, ajo thekson se ky respekt ka filluar të zbehet vit pas viti, sidomos pas veprimeve dhe deklaratave të fundit të Haradinajt, të cilat sipas saj tregojnë një sjellje oportuniste dhe larg vlerave të një leadershipi të mirëfillt. Ajo veçanërisht ka kritikuar Haradinajn për faktin se nuk ka treguar gatishmëri për ta takuar atë personalisht, pavarësisht dëshirës së saj të gjatë për një takim të tillë. Dëshira ime e fëmijërisë ka qenë të takoha me zotin Haradinaj. Nga historia që kam lexuar, ai ishte një hero i gjallë për mua. Të gjithë rreth tij, madje edhe ai, e dinin se sa do të kisha dashur ta takoja personalisht, ka treguar Nuraj. Ajo ka shprehur zhgënjimin e saj për faktin që Haradinaj, sipas saj, ka zgjedhur të takojë Milan Radojčić, një figurë kontroverse dhe e kërkuar në lidhje me aktivitetet kriminale në veri të Kosovës, në vend që të zhvillonte një komunikim përfaqësues legjitim të komuniteteve jo shumicë, si ajo vetë. Fatkeqësisht ai nuk kishte dëshirë të takohej me Amina Nurajn, e cila është problem në Serbi. Fatkeqësisht ai po takohet me Milan Radojčić, i cili është një hero në Serbi, sepse ai personalisht ka përfituar diçka prej tij, tha ajo, duke sugjeruar se Haradinaj ka ndjekur më shumë interesat personale se sa parime. Nuraj, e zhgënjur nga kjo sjellje, ka vënë dyshime dhe karakterin e Haradinajt si patriot. Ajo thekson se ai nuk është më figura që ajo kishte njohur nga librat e historisë. Respekti im filloi të bjerë sepse kuptova se fatkeqësisht ai nuk është patrioti që pretendon të jetë, por përkundrazi një profiter i luftës i cili mendon se nuk e ka mbrojtur Kosovën. Kosova është pronë e tij dhe mund të bëjë çfarë të dojë me të, u shpreh ajo me tone të ashpra. Kjo përplasje politike e morale vjen në një kohë kur skena politike e Kosovës po përgatitet për një cikël të ri të diskutimeve për formimin e qeverisë dhe çdo deklarata apo veprim i liderëve mund të ketë pasojë të rëndësishme për klimën e besimit dhe bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve. Reagimi i Nurajt, përveç se një kritikë drejt për drejt, është edhe një kujtesë se imazhi i figurave publike mund të ndryshojë ndjeshëm në varësi të veprimeve të tyre
dhe perceptimit që kryojnë te qytetarët të brenda dhe jashtë kufive të Kosovës.